Qyrë si jam kjo manika e këtu në erit. Shka kështë e bo? Ma të kisha ndërry, në një, në dy. Po, është e vërtet, këta pelidi me qysh munën me ndryshu gjanat. Ndryshon njeriu, ndryshon sistemi, ndryshojnë kohrat, o shekulli 21, Big Brotherat po ekzistojnë, tash së fund me edhe të na. Nuk mujna me u krasu arbër me Francën as me Italinë, sa ata doj këqyrin e shumë, se këqyrin këtu të na këqyrët shumë. Sepse është diçka e re, është trend. Statistikisht është mas shumë të edhe njerë që dalin për briget një me impaktin më të madhë që kanë. Në Itali në Grande Fratello, jo, këto e kitë sigurt. Ani, dhe qës për besoj, të na këqyrët Mos me besu edhe është e vërtetu me e dy gjanat të ndryshme. Shumë, atje janë 60 jo, është ma shumë se të na. 70 milion edhe normal që fitojnë me numra se janë 70 milion. E na 1,5 milion i i këqyrim të gjithë. Tash prova për momentin normal që su në këqyra, na duhet me kuptu sepse nuk është natyre ti, ase babës tem, e ase disa njerëzve, ndoshta edhe zotnis, pak pas ka këqyr, po... Tim zashë pas ka këqyr. Shka u tha këtu, u tha shumë qka. U tha shumë qka. Dhe me thonë tash une nuk din qka mu ka ma përparë. Si Monique Saliu, shembull, Si e ki po të gjithë këta pas asaj goditje? Një njeriu që ka qenë maj miri në kohën e një okupatori, në një shtet ku u konë Jugoslavije, ju Prishtina Spejas, kampion Evrope, mesdhetare, bla bla bla, mës të janisi si babi me fol, do me thonë di diçka. Edhe, do me thonë, e kam një farë fryme që shqiptarin e kena, që thojnë ma zotit e kena shqiptarin. Edhe di që babi shumë ka dash në shku Shqipni, në kohën kur o kona e rruga e këtën e herit, edhe nuk në kalon, do me thonë, mrena vitit 5-6 herë pa shku. Në kohën kur, do me thonë, edhin profa, unë jem po në fmi, kur dilshin fëmija rrugve për me mbri dhe i në Tiran, me sa këta me lepize, me kur na gjujshin. Qas shumë kemi pas dashuri, respekt, gjithmonë na për Shqipërin, tonë. Po sot si po është Monik? Po du me lidhë dhe po du me thonë që definitivisht, kështu, si përfatsisht në shta pëthamë, së spihi i fillit, na i dojmë ma shumë. I dojmë ma shumë. Edhe këto së ma hip... Jo. S'ka barometr. Po tash ti ndaqë, zbuloj ndaqë mëse zbuloj, sunë ka me zbulu kur kësha parametr. Tash na po folim si pas statistikave të fjallëve tona. Shqiptarës këtë gjyshëm gjdo pjesë Shqipërisë. Unë e di që shkoj Shqipni gjdo vjetë në deti ka 1 muj, 2 muj. Unë e di diku një, se që aty jetaj, gjdo dit. Shkoj rika 2 muj. Minimum që 10 vjetë unë e se ndroj Shqiprin, se pritoj me shku ma larkë. Edhe unë e di që ka me ndoj, po nuk muj me shprej bashkë, ashtu se jemi në media. A të respektojnë si këngëtare, si artiste, unë nuk du me mdashtur, kosh? Jo, të respektojnë vetëm si turist. Me më respektu, më dashtë as kem nevoj, e du nonën, babën, vlau, familjen. Unë e du vendin, kombin. Veç pak arbe, ka shumë shqiptarë të Shqipërisë që nuk kanë qenë kur në Kosovë. Gabim? Po shumë. është gabim? Te na ka ma pak. S'po thëmë s'ka heq. Su thëmë. Po e shumë faktorës në levizin njerëzit, ekonomik. Ka shumë shqiptarë të Shqipërisë në për shumë qytete, në për shumë qyteza që nuk din ku o Prizreni, ku o Prishtina, dalimi me pejont, me Dugagjinin, me bla bla bla. Gjithë që mu më vjen shumë i natë. Po dhe fatit ty në i mirë, sa s'na si shumë shku, po e ka një bregdet që ju ka jepi lumi zët, e ka një vip bregdetare që ju ka jepi lumi zët. Po mirë dhe se edhe jo në është ajo tash, mos Po ti. dhe pikrisht, ka një bregdet, ata jetojnë në atë teritor, unë nuk jetoj. Unë jem shteta si Kosovë. Jo, unë jem shteta si Kosovë. Ata ka një dhurat për i Zotit që vija bregdetare ma e mirë në Europë. Edhe normalisht që unë për shpirtin tem, edhe për shefin tem shkoj me nëzis pres me shku, se e ka mas aferti, dhe me dhënë mos e mendojmë që mos me pas vip bregdetare, kur se shim shku më lorë. Dhe me dhënë, a pe kuptën mësë të tjesë? Se kena shku në qenë na bre, Tiran, maksimalisht Tiran. Na shkojmë me dashuria, nuk shkojmë se është afer. Që aty përfundojmë.